Basketbol nga Kolovajza, Luhatësja. Loja zgjat 2 minuta. Kjo garë ka 10 pikë. Loja në vazhdim është basketbol nga Kolovajza. Tani e ka radhën ekipi Pjetërbudit, këta janë të parë që do të luajnë. Shkojmë te pozicioni. Ta shojmë kush po luan nga jo, kush do të gjuaj. Fidani 1 apo Fidani 2? Filli. Gjezidja është ajo që do t'i shërbej me topa. Fidani është ai që do të provoj të shëlloj. Kur t'jeni gati na njoftoni? Okej, pritni. Kohën e keni 2 minuta. Loja po fillon. Kjo ka 10 pikë, mos harroni, është shumë rëndësishme për juve. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë 2 minutat për ekipin Pjetërbudit. Shohem sa të suksesshëm do t'jenë Gjezidja me 2 fidanët. Tentimi i dyti pa suksesshëm nga njëri prej fidanëve. Tani më afër, 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Shohem a do të arrijë që ta qëlloj së paku një herë fidani. 1 minutë e 30 sekonda. I topi kësaj here fidanit. Edhe mëtej as një shënim, publiku. Më duket keni arruar se duhet t'i jepni për kraje fidanëve. 1 minutë e 10 sekonda dhe në fund edhe mëtej as një shënim për ekipin e Pjetërbudit. Gjezidja me 2 fidanët edhe me tej pakosh. Minuta e fundit. Ja dhe një tentim tani më afër ishte fidani i mirë, po nuk ka shënim edhe më tej. Ka me gjithatë edhe më tej ko. 50 sekonda deri në fund. Së paku ta qëllojnë një herë. Të shënojnë në mënyrë që të futen në gjiron e ardhshme me përsi. Po ja afrohemi 30 sekondave të fundit, edhe më tej nuk ka shënim. Ja tani mundësia, jo. Gjysmë minuti deri në fund. Për fidanin që të shënoj 20 sekondat e fundit. Edhe më tej asnjë shënim. Tenton edhe njerë fidanin, nuk ka kosh. Tani po jym në 10 sekondat e fundit. 10, 9, 8, 7, 6. Përfundojnë këtë 2 minutë ekipi Pjetërbudit pas një shënim. Ta shohim tani nga ekipi Aukut. Andi. Andi në Luhatëse. Po thua? Alketa do t'i shërbej. Dërsa fitimi është ai cili do t'a luhat. Përqëndrim vetëm fillim, deri sa pak t'ja merrni dorën. Në qoftë se jeni gati, Alketa është gati. Edhe Andi është gati. Kjo loj i ka 10 pikë, 2 minuta i keni ko. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisin 2 minutat edhe për ekipin e Aukut që kanë nevoj vetëm për një shënim për ta fituar këtë sfidë dhe për t'i mbledhur edhe 10 pikë tjera. Shumë afër ishte Andi që të shënoj në tentimin e tij të dytë. Shohim çfarë do të arrijë të bëj ekipi i Aukut. Vetëm një shënim i duhet. Hajde. Po ja afrohemi 1 minutë e gjysmë. Duhet të jetë më i qetë në tentimet e tia Andi. 1 minutë e 20 sekonda. Shumë ka dole, be? Një msetje. Hajde, Aljo! Hajde! Derisa po futet në minutën e fundit ekipi i Aukut për pak të shënoj pikën e parë. Megjithatë nuk ka kosh. Hajde, Alkit më shpejt. Keni kohë sa të doni
Hajde, opa! Shojmë se a do të arrit të shënoj një kosh këtu, për pak 40 sekundat e fundit. Edhe më tej pa shënim nga asë njëra prej skuadrave. Për pak ta ngulis. Shkaj ku, Andi, Dhe pak e fundit të qka. 25 sekunda, po në arëzon kushin. Pushon kes. Po futemi në sekundat e fundit tani, për pak të shënoj. Ja ku janë 10 sekundat e fundit. 9, 8, 7, 5. Hajde, unë! Nuk ka shënim, ka e pikët edhe në këtë sfidë. Skifter, a ta lojmë këtë loj pa pik, apo nga 2 gjujtje? Pa mirë pa pik, a? Pa pik. Pa pik, po. Okej. Atër kjo loj ishte pa shënime. Andi, shumë ofer ishte njëherë. Këtë loj nuk arriti ta fitoj asë njëri nga ekipet.